Para disa ditësh, qarkulloi një video në rrjetet sociale ku një fance u ngjit në skenë për të përqafuar Jozin. Ky lajm mori dhe u bë mjaft viral. Së fundmi, teksa po flisti për marrëdhënie me prindërit e saj në një emision televiziv, Loredana u pyet në lidhje me videon e Jozit që po qarkullon në rrjet. Ish-banorja ka reaguar pas lajmeve që qarkullojnë në mediat rose ku thuhet se Jozi tashmë është në një romans të re. Loredana deklaroi se ndihet mirë dhe se Zoti i bekoft. Duan të marrë vesh gjithçka për lajmin që doli për Jozin. Më thanë si ndihesh, thash shumë mirë, Zoti i bekoft. Si ndihem, nuk më bëre asnjë përshtypje, thash shkurtimisht Loredana. Dy ish-banorët e shtëpisë më të famshme në Shqipëri këtë edicion e nisën romancën brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, por me sa duket, nuk është finalizuar me sukses. Edhe pse Loredana para disa ditësh publikonte një foto me këngët e Jozit, por me sa duket, ky i fundit ka vazhduar jetën larg Loredanës.